Gjykata e posaçme shpalli vendimin për dënimin e disa zyrtarëve lidhur me dosjen 5D, që u veçuan nga pjesa tjetër e grupit ku janë drejtorët e Bashkisë së Tiranës. GKK dënoi me 1 vit burg Eglantina Zëren, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar u dënua përfundimisht me 8 muaj heqëlirie. Zëren, në cilësinë e antares së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, u more panderë në kuadër të dosjes 5D, ku në gjyq janë edhe Redi Molla me Erglen Qato, dy ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës. Me nga 9 muaj u dënuan edhe 4 të panderurit e tjerë në këtë proces, të cilët gjithashtu përfituan ulje dënimi në 6 muaj heqëlirie, mes të cilëve Enkelejda Qyta, Bruno Koçi, Riviola Baxha si dhe Kristo Zhulali. Ato u gjetën fajtor për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Sipas hetimeve është provuar se e pandehura Eglantina Zëre, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor Tirana Parking, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, në bashkëpunime të panderurit Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxha, në cilësinë e antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, si dhe me të panderurin Kristo Zhulali në cilësinë e antarit të njësisë së prokurimit, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues Vas Construction SHPK dhe Roku Gues SHPK në procedurën e prokurimit me objekt rikonstruksioni sheshit të parkimit Selman Stërmasi. Në një tjetër proces gjyqësor është dënuar me 1 vit burg drejtoresha e klubit shumë sportësh Tirana Debora Geçi, që u konvertuan në 2 vite shërbim prove, si dhe 8 ish zyrtar të tjerë që akuzohen se abuzuan me një tender për rikonstruksionin e një palestre, punimet e së cilës u realizuan nga shoqëria 5D, ndërsa për drejtorët Redi Molla, Erglen Qato e Taulan Tusha vjen gjykimi i ndarë me procedurë të zakonshme.